Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në burg. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e tij për të zëvendësuar masën e sigurisë dhe lirimin nga paraburgimi, ku qëndron prej tetorit të vitit të kaluar. I pranishëm në seancën e sotme, Ilir Meta, siç bën media, avokati i mbrojtës, është distancuar nga akuzat lidhur me shpenzime dhe lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Foli dhe vetë zoti Meta për rreth një orë, ku ai hodhi dritë mbi pretendimet e organit të procedurës, qoftë për një kartë krediti që dispononte ish bashkëshortja e tij, por edhe për disa veprime të tjera të lobimit, që në fakt nuk pasqyrohen me emër dhe me mbiemër kush i ka firmosur nga ana e organit të procedurës. Dhe kjo ka qenë e gjithë sot, gjithë dinamika e kësaj seance. Dhe pasi pati dhe një debat me prokurorin zotin Klapi, në fund pasaj gjykata autoroi dhe vendosi vazhdimin e masës sigurimit. Karta që është përdorur janë përdorur gjitha nga ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka dieni dhe s'ka përdorur kur karta në jetën e tij dhe nuk ka asnjë lloj dienie për çfarë ka ndodhur me zonjën Kryemadhi. Janë dy entitete të ndryshme, janë të dy politikan, ish politikan apo deputet të parlamentit, kështu që secili në një vend demokratik mban përgjegjësi për veten e vet. Kështu na ka mësuar dhe kryeministri në daljet e tij. Organi i akuzës më tepër u përqendrua padyshim dhe tek pjesa e lobimit, ku ne i kërkuam organit procedurës që kush firma këtu e ish kryetarit të LSI-së së KOS dhe a ka dieni zoti Meta për lobimet. Ata thonë nuk ka dieni, por duhet kishte dieni zoti Meta. Pra, larg qoftë, nëse dikë gruaja traton burrin, bu të marrë përgjegjësi pse e ka tratuar gruaja, duhet kishte dieni.